këtë plan t'juin me shkatërru sektorin privat, pra ministri i tregtisë vendos kush krijon monopol. Rozeta Hajdari që ka këtë akustë ngritur, grur është ai, nuk është lëng që me avullu. Nuk e ka idenë kampioni të krijimit të monopolit. Se nuk po dish fa ligji po lexon ti. Kështë ashtu. Keni bëni veprim që keni shkatërru, keni pas tendenca dhe vazhdon me mbrojt këtë tendencë, këtë plan t'juin me shkatërru sektorin privat dhe investimin e mërgatës në sektorin privat në Kosovë, saksisht me fundin sovran. Në ligjin për fundin sovran, e keni lënë atje që ministri i tregtisë dhe industrisë e përzgjedh se kush është kampion i sektorit privat në industri të caktuara. Pra ministri i tregtisë vendos kush krijon monopol në industri në sektorin privat. A din kush është ministri i industrisë në Kosovë? Rozeta Hajdari që ka këtë akustë të ngritur për keqpërdorim të rezervave shtetërore me grure, miell dhe vaj, e cila e ka ble grurin kur në treg është shit 300 euro toni, e ka ble 483 euro. Në ato 300 euro e ka pas përfshime dhe transportin, e Rozeta e ka paguar edhe 295.000 euro tjera prej shtëpisë për transport të grurit që veç e ka pas përfshim. Dhe ati gruri në rrugë e sipër i kanë hup edhe një 52.000 kg, 52 tën i kanë hup Rozetës dikun rrugëve. Grur është ai, nuk është lëng që me avullu, po është grur. Ku i hup? Ata ti kundërpërgjigjen shpejt. E para është tek fondi sovran. Logjika themelore e fondit sovran është ekspansioni i potencialit të pasiteve publike që kemi ne. Do më në sektor këç, do më në energji, në miniera, në turizëm, Brezovica, këtu kanë qenë nga idetë fillestare të fondit sovran, sepse nuk ka mundësi një biznes i vetëm të akumuloj gjithë këtë kapital dhe ju duhet të ateni për shkak të dështimit që ka ndodhur gjatë kohës së LDK-s në Brezovica dhe në Boreja që nuk është gjë e lehtë. Se fondi sovran përmes kapitalizimit nuk e ka idenë kampioni të krijimit të monopolit, po thuhet që të prioritizon industrit kampione. Për shembull, jo e pavërtetë. Po m'fal, po është pavërtetë. Veç ta përfundoj. E para, në rast se vrehet që industrit me produktivitet të lartë është për shembull energjia, ICT-ja, manufacturing, atëherë investohet aty. Dhe e treta që është e rëndësishme është rritja e vlerës së aseteve. Domethënë që kjo është kuptimi themelor i saj. Armend të lutna, rilexoje ligjin që e ka pru partia jote në kuvend se nuk po dish fa ligji po lexon ti. Në atë ligj thot, ministri i tregtisë dhe industrisë, në secilën industri në sektorin privat, ka të drejtën të shpall kompani, jo industri, kompani brenda atyre industrive, kompani kampion. Pra Rozeta Hajdari thot në fushën e energjisë, vllau i shefit kabinetit të kryeministrit që ka hap atje kompani për tregti të energjisë elektrike, ky në këtë industri është kampion dhe fondi sovran me paron publike do të investoj në po atë kompani për ta bërë monopol. Kompani numër 1 në atë industri, duke i largu gjitha kompanitë private, përfshi dhe mërgatën nga industrit. Lutna lexoje ligjin që keni pru në kuvend.